Gjermania është kthyer. Me këtë thirrje të fortë, kancelari Merz shpalli në maj ambicien për të rikthyer fuqinë ushtarake të vendit dhe për të ndërtuar ushtrinë më të fortë në Europë. Në një lëvizje të paprecedent, ai hoqi kufizimet mbi borxhin publik dhe hapi rrugën për shpenzime të mëdha në mbrojtje, përfshirë një fond prej 500 miliard eurosh që synon të rindertojë infrastrukturën strategjike, duke filluar nga rrugët, ura dhe ekurulla, për të garantuar lëvizjen e trupave drejt lindjes në rast konflikti me Rusinë. Por entuziazmi i parë është zëvendësuar nga tensionet të forta politike brenda qeverisë. Plani Merz është rikthyer në shërbimin ushtarak, ka ndezur përplasjen me partnerët e tij të koalicionit. Sipas propozimit, meshkujt 18 vjeçar do të përzidhen me llotari për të ndërtuar një ushtri prej 260.000 trupash deri në vitin 2030. Kristian-demokratët e Merz e quajnë këtë një metodë të drejtë dhe të arsyeshme, ndërsa social-demokratët e akuzojnë se po rikthejnë frymën e militarizimit. Kundërshtimet e SPD-s janë aq të ashpra sa ministri i mbrojtjes u detyrua të anullojë prezantimin zyrtar të planit. Përçarja ka tronditur kohezionin e koalicionit dhe ka vënë në pikpyetje realizimin e ëndrrës së Merz për një ushtri të madhe dhe të fortë në çdo vend tjetër evropian. Në një vend që ende ndjen peshën e historisë nga lufta e dytë botërore, rikthimi i rekrutimit është temë delikate. Gjermania e kishte braktisur këtë praktikë në vitin 2011, por kërcënimi nga lindja dhe ambicia për të shndruar një fuqi të madhe po e rikthen debatin në qendër të politikës gjermane.